Kështu që kemi Jezusin i cili është në Betfage, do të shkojnë në Jeruzalem, njerëzit e dinë, discepujt e dinë, u thot dy prej tyre shkonin në fshatin përballë, dhe atje do të gjeni një gomaric me kryqin e saj. Zgjidhini dhe misillni. Është një kryq ku nuk ka hipur asnjëri deri në atë kohë. Dhe discepujt nuk ja bëjnë fjalën dysh, ata shkojnë, e zgjidhin gomaricën bashkë me kryqin dhe kur shkojnë ta marrin, të Zotët u thonë, një sekond, po merr gomarin, ku po e çon? E duhet mendojmë pak për se si gomari është kafsh pune, është një mjet jetese, është akoma dhe sot në shumë vende përfshi dhe tonin, po të mendojmë në atë kohë, që të marrësh një gomar, që dikush tjetër e ka lidhur atje, nuk është një gjë normale. Një gjë, po Jezusi ju ka thënë discepujve, nëse të Zotët ju thonë çfarë po bëni, thojini që i duhet Zotit dhe do ta sjell mbrapsht. Dhe kështu bën ata, i thanë i duhet Zotit, ata nuk i nganë, pastaj lanë që të vazhdojnë. E këtu doja ndalesha vetëm për një moment, sepse mendoj që ka një mësim atje, kur Zoti thotë bësh diçka, e cila mund mos ketë kuptim për ty. Ti mund mos jesh në gjendje ta kuptosh. Ndodh her pas here në jetën e besimtarëve që të marrin një fjalë, të marrin një dëshmi nga Perëndia, një rrugë që çelet para tyre e cila nuk është e qartë, nuk është sipas normave që kemi mësuar. Kërkon ndoshta besim më shumë se sa besimi normal që ne kemi. Është pikërisht atëherë koha kur ti shkon, pa e bërë fjalën dysh dhe bën atë që Zoti kërkon, sepse ajo që Zoti kërkon, dhe ajo që Zoti kupton dhe di, është natyrisht më shumë se ajo që dim ne dhe duam ne. Kështu që këta shkojnë atje, e marrin këtë kryqin bashkë me gomaricën dhe pastaj shtrojnë rrobat e tyre mbi të që Jezusi të hyjë në Jeruzalem. Ashtu siç ishte parashikuar. E ky është ndoshta mësimi i parë që doja ndaja me ju. Kem 3 mësime që unë jam munduar të sjell së bashku, por mësimi i parë, e ta shikojmë këtu, është që Jezusi është në kontroll. Jezusi është në kontroll. Ne dim që Jezusi ishte 100% Perëndi, ishte 100% njeri gjithashtu. Dhe kemi patur gjithë në jetën tonë momente të vështira, njerëz të cilët kanë qenë smur, për cilët e dim që nuk e kanë të gjatë që do jetojnë. Po përfituroni për një çast. Sikur ta dinim edhe ne vetë se kemi një javë kohë për të jetuar. Çfarë do të bënit në një javë kohë? Nëse dikush i thotë të dielën tjetër apo të premten, do të vdesësh. Edhe njeriu me besimin më të madh thjesht, agonia e vdekjes është diçka e cila për shkak se shpirti i njeriu ta ku di unë sepse e ka si portë atë përkalimin, është stresuese, sjell ankth, sjell vuajtje. Jezusi e dinte se do të vdiste. E dinte se do të vdiste në 7 ditë. E dinte se do të vdiste një vdekje të tmerrshme, mbas torturash, mbas poshtrimi, në një kryq. E dinte se do të përshtyhej, se do të rrihej, do të gjakosej, do bëj që të vuante. I dinte të gjitha këto dhe i vuante të gjitha këto, po aq sa çdo t'i vuante secili prej nesh, sepse ishte 100% njeri. E megjithatë, ai ishte në kontroll. Para kësaj vuajtje, para kësaj jave të pasionit, të lemeritshme, të vështirë, të vuajtjeve, ai do që të përmbush profecinë. Ka përmbushur shumë profeci, po ka një profeci, ne kemi përmendur këtu në javën e kaluara tek Zakaria 9:9, që thotë se biri i Perëndis do të hyjë në Jeruzalem me një gomar. Edhe ai ka mendjen atje te një plotësim i përpikt i profecisë. Pavarësisht se çfarë turbullire, çfarë ankthi, çfarë gjëra tjera mund të ketë në jetën e tij, që ka dhe ne e dim se ai ka vuajtur në ato lutjet e përgjërimet e tij, ai do që të përmbushi profecinë ashtu siç duhet, që ai duhet hyjë me një gomar. Dhe më pëlqen gjithashtu që dërgon 2 dishepuj që ta gjejnë këtë gomarin, ta zgjidhin, ta marrin nga dikush i cili është i Zoti i tij. Sepse ai mund ta bënte një gomar nga hiçi. Mundet një gomar të gjende në një pyll që si ishte askujt, Zoti do ta vinte atje, por jo. Duhej që dikush ta falte atë gomar. Sepse Zoti do që njerëzit jenë të përfshirë në punën e Perëndisë, në punën e mbretërisë. Kërkon që dikush shkoj ta marr, kërkon që dikush shkoj ta jap. Njerëzit duhet të jenë të përfshirë, nuk është thjesht magji, se do ishte shumë e kollajt. Ai do që ne të marrim pjesë
në atë çfarë ai ka si plan. Do që ata të shkojnë atje, do që këta të thonë, po, është okej që ta marri. Kështu që doja ndalesha vetëm një moment të gomari, sepse mendoj që është e rëndësishme mënyra se si ky hyn, që po ta krahasojmë me mënyrën se si hyn qytet, për shembull udhëheqësit e sotëm, do të vini të një ndryshim, se nuk ka motor policie, sirena, alarmi, e ku diun se çfarë, makina të zeza që kalojnë njëra mbas tjetrës. Jezusi, mbreti mbi mbretër, hyn mbi një gomar. Kim Jong-un, drejtuesi i Koreas Veriut, ka një tren antiplumb, cili mund të rezistojë edhe gjuajtjeve me eksploziv apo raketave. Një tren antiplumb. Ashtu thon Kim Jong-un. Dhe do të tregoj me këtë që është dominant, që është i pathyeshëm, që është sunduesi dhe diktatori i një kombi, që është Korea e Veriut. Vladimir Putin kalëron me gjoksin jashtë, e keni parë. Ato fotot e famshme publicitare. Me një kal lufte, një luftëtar, një prijes. Presidenti amerikan udhtojnë me një avion, Air Force One. Ka një anije që vetë Marine One, sa herë që presidenti lëviz në rrugët e një qyteti, ka një limuzin e cila është aq e blinduar, aq e fuqishme, sa nuk ka asnjë plumb që ta penetroj. Quhet Bisha, kjo limuzina e presidentit amerikan, e gjithë presidentit amerikan. Kafsha. Po Jezusi nuk vjen brenda një kafshe, se kjo limuzin vjen mbi një kafsh. Shumë të thjeshtë, mbi një gomar. Edhe hyn ashtu. Është mbreti mbi mbretër, është ylli i mëngjesit, është biri i Davidit, është trëndafili i Sharonit, është Alfa dhe Omega mbi një gomar. Edhe kjo duhet na bëjë që të kuptojmë pak edhe se ku janë, po themi ato, pikat e gravitetit të këtij besimi, të kësaj mbretërie që ai ka ardhur për të sjellë. Nuk janë as te pushteti, as te dominanca, as te paraja, as te ndikimi, as te të treguarit e kësaj me kalërimin me gjoksin jashtë, apo me trenin e blinduar, apo me limuzinën e pashpërthyeshme, sepse ai nuk ka nevojë për gjitha këto. Edhe ky është një mësim, mendoj, në mënyrën se si ne që duam të imitojmë atë, duhet ngjajmë në një botë e cila duhet thënë rend bas gjërash të tjera. Na mëson vazhdimisht çdo ditë sa herë ndezim rrjetet sociale apo televizorin, të tjera vlera, të tjerë njerëz dominojnë këtu. Ne nuk jemi për këtyre. Kështu që ata hyjnë atje me këtë gomarin e thjesht dhe gomari në vetvete mendoj që nuk është një rastësi. Nuk ishte me një nofull gomari kush më ndihmon që u vran 1000 filistej në një nga këto betejat? Samsoni pra. Nofull gomari ishte ajo. Zoti diti përdor gomarët. E jo vetëm për të vrarë armiqt. Kanë numrat, në librin e numrave 22, një histori shumë interesante me Balamin dhe Balakun. Balami ishte një njeri i cili shikonte vizione nga Zoti, mund parashikonte të ardhmen, mund bënte gjëra çuditshme. Zoti madje në atë kapitull atje flet me të disa herë. Ndërsa Balaku është një armik i izraelitëve dhe dëshiron që të marrë në punë Balamin në mënyrë që ky të mallkojë kombin e Izraelit. Por Zoti i flet Balamit dhe i thot në asnjë mënyrë, po e thjeshtoj historinë, thot ti nuk do të shkosh tek Balaku për të mallkuar bijtë e Izraelit. Nuk lejohet, jo për ty. E megjithatë, ky insiston Balaku, i thot unë do të paguaj, do të nderoj, do të jap gjithçka. Ti eja dhe bëj atë që ti të bësh. Mallko bijtë e Izraelit. Atëherë Zoti sërish i flet Balamit, i thot ti shko, po s'do të bësh asgjë që s'të them unë. Do të bësh vetëm çfarë unë të them kur të shkosh tek ai. Dhe ky niset. Dhe ndërsa niset merr një gomaricë dhe po udhton me këtë gomaricën, dhe një engjëll i Perëndis i del në rrugë gomaricës me Balamin sipër, me shpatën në zhveshur, dhe ka urdhër nga Perëndia që ta vras Balamin përpara se ky të mbërri në destinacion, por gomarica e sheh engjëllin. Balami jo, gomarica arrin ta shoh. Që i gomarica futet në një ar, kthen rrugë dhe ky e rreh. Merr nxjerrë atë shkopin dhe e rreh gomaricën, e kthen prap në shteg, nisen prap. Tani engjëlli i del diku tjetër aty përpara, midis një vendi thot ku kishte 2 mure, dhe gomarica fillon ngushtohet nga njëri mur dhe ja zë këmbën midis murit dhe gomaricës vet. E ky zbret dhe prap e rreh.
Dhe prapë vë gomaricën në rrugë, por gomarica mund të shikojë atë që ky shikon ëngjëllin e Perëndis. Gomari mund të shikojë ëngjëllin e Perëndis. Dhe pastaj herën e tretë ajo shtrihet gomarica. Sepse shikon sërish ëngjëllin përpara, shtrihet dhe ky prapë ngrihet, prapë rre. Atëherë Zoti e bën gomaricën të flas. Dhe i thot, pse më rrahe 3 herë Balamit. Dhe pastaj engjëlli afrohet, ky arrin ta shikojë, dhe atje kupton se çfarë ka ndodhur deri tani, dhe engjëlli gjithsesi e pyet pse e rrahe gomaricën 3 herë. E çfarë dua të them me këtë? Që Zoti mund të bëjë një gomar të flas. E që të kesh fjalën e Perëndis në gojë siç e kishte ai gomar nuk është diçka për cilën duhet të krenohemi. Ata që flasin duhet ta kujtojnë që Zoti, një si unë mund ta bëj të flas, po edhe një gomar. Kështu që nuk është ndonjë arritje kush e di se çfarë. Tani do të ndaleshim pak te ky mësim i parë, pra i kontrollit. Kur Zoti themi që është në kontroll. Ai është në kontroll të gjithçkaje. Ai di gjithçka dhe ka shumë mundësi që të gjithë ne të kemi kaluar në jetën tonë momente kur mendojmë se kemi humbur kontrollin. Kjo është shumicën e kohës, që ne s'e kemi çështjen kontroll, edhe pse mund mendojmë se e kemi, po duhet të dimë që Zoti është gjithmonë në kontroll. Zoti e dinte eksaktësisht ku ishte lidhur kjo gomaric me këtë kriç. Zoti e njihte Zakeun me emër kur ky hypi. E mbani mend, është Zakeu, djali trup shkurtër i cili ka hyrë në një pemë kur Jezusi po kalon atje sepse do që ta shoh. Ai ka dëgjuar për të dhe do që ta shoh. Atëherë Jezusi ndërsa po kalon dhe ka një turmë të madhe dhe ka zhurmë atje, e thotë o Zake, jo vetëm e sheh, po e njeh, i di dhe emrin, sepse është gjithmonë në kontroll. Për mua, një nga rastet e vështira me kontrollin është se i them vetes që s'jam në kontroll, po ne mundohemi që në mënyra që kemi kontroll me gjërat, mundohemi, është në natyrën tonë. Po kur jam në avion, sa për ju s'kam frikë nga avioni? Ka njëri që ka frikë nga fluturimet? Shikoj disa duar, okay, shumë mirë, shumë pak, por janë disa. Unë nuk do thosha se jam një njeri që kam frikë nga avioni, për arsyen se kur jam brenda në avion, di që nuk kam më çfarë t'i bëj. Domethënë aty dorëzohem, realisht, aty dorëzohem sepse tani më e mira le të ndodh, e kupton, është shikojmë lart, shikojmë poshtë, po i lutemi Zotit, Zot, na çon destinacion sa më qetë. Dhe pastaj fillon ajo turbulenca. Edhe ka ato ulje ngritjet e veta. Dhe ti mund të shtrëngosh ato ulset fort, mund mbahesh tek ato, por nuk ka fajde ajo punë. Qofse diçka do të ndodh, kemi mbaruar praktikisht. Dhe vjen ai zëri i qetë i pilotit, që do të kemë, po kalojmë disa turbulenca, mos keni asnjë shqetësim, do të vi kështu. Asnjëherë nuk dëgjon panik në zërin e pilotit. Po mendoni që të kemi një pilot si Perëndia i cili kontrollon jetën tonë. Do të ketë turbulenca, do të ketë ulje ngritje, do të ketë frikë, mund të ketë qiqajnë nga mbrapa, ulërin, disa po luten, ata më të zgjuarit. Por piloti është në kontroll, dhe nëse një pilot e një kompanie ajrore na bën të ndihemi mirë, dhe lavdi Zotit na bën të ndihemi mirë, sa më qetë mund të ndiheshim me Zotin. Kështu që hyjnë këta në Jeruzalem dhe dalin njerëzit, fillojnë të shtrojnë edhe ato rrobat e tyre rrugës. Është një trajtim mbretëror, edhe pse duket si një teatër i një shfaqje mbretërore, një teatër shumë i varfër, sa ai s'ka as karrocën, as kalin e luftës, nuk ka as shpatën, nuk ka as florin, nuk ka as kurorën, asnjë nga këto salltanetet e mëdha, por ata ja shtrojnë. Një mbretët i kishin shtruar një tapet të mrekullueshëm, to ishin rrobat e trupit që ata po i hiqnin, disa shtronin degët që kishin kputur nga pemët në mënyrë që ky kriç me mbretin mbi mbretër të mund të hyjnë në qytet. Dhe po thrasin Hosana, Hosana, që do të thotë na shpëto, Zot na shpëto, sepse po presin shpëtimin që vjen nga Perëndia i cili ishte parashikuar qindra herë. Profetët mbi 300 herë pra kanë profetizuar për ardhjen e tij.